Avokat, në një nga emisionet më të ndjekura shqiptare, pikërisht në Big Brother, aktori i njohur Lert Vasili, në një debat që pati me një prej banorëve, tha që, do thënë, Allahu Ekber thuhet vetëm kur priten koka. Kush e tha atë? Nga e mësoi ai, se ai ishte krishter ortodoks. Ku e gjeti? Si u duket kjo deklarim? Është antikombëtare, antishqiptare është, ja po ta them unë. Ore, ç'pun keti se ç'përdor turku Allahu Ekber apo e them unë në emër të Zotit. Se Allahu Ekber në Shqip me ç'di unë përkthehet në emër të Zotit. Këtë në emër të Zotit e thonë dhe katolikët, dhe ortodoksët, dhe budistët, dhe kushdo cila do fe në botë flet se flet në emër të Zotit. Ç'pun ka ai që do thotë Allahu Ekber thuhet vetëm kur priten koka. Do me thënë që po u dëgjua shprehja Allahu Ekber në Qipëri, përgatituni të priten koka. Atë paralajmëron ai. Po e ka gënyer shoku. Ka gënyer për kohën kur ka qenë në Greqi. Se thot më kanë rrahur, janë persekutuar, nuk është e vërtet. Qofse ka ndonjë që ka folur në Greqi për çështjen kombëtare nëpër mediat greke, është vetëm ky zotëria që u flet përballë të nderuar qytetar shqiptar. Dhe s'më preku njeri një fjalë, një maj gjilpëre nuk më preku, kurkush. Po nga fillimi që fillova debatet në televizionin grek në mars të 99-s, në 26 mars, derisa i kanë 2005-ën, nuk më tha njeri ç'është kjo që po bën. Pra këta vini dhe shesin patriotizëm, po jo me mua, se unë kam qenë atje. Unë kam qenë në Greqi, s'kem dëgjuar ndonjëherë që ta kishte rrahur njeri atë Lert Vasili, sepse se llogariste njeri për të gjallë. Lerti këtu mori hovë dhe famë. Duhen merren masa për këtë deklaratë që ka bërë ai? Atë ka shteti. Atë ka shteti, se kam unë. Atë kanë shërbimet e caktuara që janë kundër këtyre propagandave, kundër këtyre nxitjeve, kundër këtyre fyerjeve dhe ofendimeve që u bën feve të ndryshme. Ka filluar një fushat e madhe, shumë e madhe. Katolikëve, sidomos në Kosovë, kundër fesë islame. Dhe në fakt nuk bëhet kundër fesë. Ata e motivojnë që kur gjasme ne luftojmë fenë islame se ne e përruj turku. Nuk është e vërtet. Lufta bëhet kundër shqiptarëve, sepse 70% e shqiptarëve janë muslimanë. Pra ti kur ushan fenë atyre, ke shar ata je kundërvën atyre, dhe ti s'mund t'i detyrosh ata të bëhen katolika apo ortodoks se do ti. Dhe ka filluar një fushat e jashtëzakonshme, pa zhurmë, pa bujë në media, por shikojni në rrjetet sociale. Do shikoni një Markulosa, si që quajnë atë, ka edhe një zë si miu i mureve ai, që flet dhe nxjerr shpif dhe sajon ajete të ndryshme kuranore ose hadithe, për të ofenduar dhe për të tallur shqiptarët. Gjën shtres dhe ashtu hapësirë në Kosovë, sepse ka mbështetjen e serbëve, ka mbështetjen e grekëve, po pa dyshim që ka dhe mbështetjen e Vatikanit, dhe janë vërsulur shqiptarëve duke goditur atje ku ata aktualisht nuk mbrojnë dot. Se nuk ka kush t'i mbrojë për fenë e tyre. Feja islame s'ka një kryetar. Ata kanë nga një kryetar, qoftë ai ortodoksi e kanë Konstantinopol, qoftë ky tjetri e kanë Vatikan, shqiptarët s'kan njeri kush t'i mbrojë. Dhe lufta bëhet thellësisht kundër shqiptarëve dhe kundër kombi shqiptar. Nuk bëhet as kundër turkut, se si kërcet turkut se ka legendë që lehin këtu në Shqipëri kundër fesë islame, apo kundër arabisë. Fare hiç absolutisht. Thjesht lufta bëhet kundër shqiptarëve. Po cili është qëllimi? Asgjësimi dhe reduktimi i popullit e kombësisë shqiptare në trojet e veta. Që popullimi i Shqipërisë të ikin, atë thonë, të ikin vend Turqi, thonë muslimanët. Atë që bën në 1922 grekët në bashkëpunim me Serbinë, që i quan në Turqi dhe sollën nga Turqia ata pondët e Greqisë, atë bëjnë. Popullimin e Shqipërisë. Kemi kohë që presim të bën arrestimet, se do t'i shkoj prapë kësaj teme. Kemi kohë që presim të bën arrestimet, kemi kohë që na është thënë që do bëhet bashkimi i trojeve të grabitura në 1913
nga Londra, do me thënë bashkimi i Plavë Gucis, i Malit në Maltëzi, i Kosovës, i Medvej Bujanov, si e ka edhe Preshevës, edhe Qamërin, edhe pjesën e shqiptarëve të Makedonisë. Ne këto i presim, na pëlqejnë, na mendojmë që dikush e ka marrë në dorë këtë punë dhe unë kam besim që do bëhet, po që vonohet nuk e di pse. Ja dhe faktor tjerë ndërkombëtar që unë nuk i kam në dorë, nuk i di dhe nuk kam si t'i di, se ndryshe do ishte bërë me kohë. Avokat, shumë faleminderit. Ju lutem. Disa ditë më parë u bë publike lajmi që janë hakeruar dosjet e prokurisë posaçme, ku janë marrë disa prej tyre, ose më saktë informacione prej tyre. Kush mendoni se fshihet pas këtij akti të rëndë? Njerë të ndajmë procesin hakerim me procesin dorëzim të këtyre dosjeve dhe nxjerrje nga zyrtarët e tyre nga prej personave që i disponojnë. Nuk ka hakerim aty, zotëri. Dhe mos gënjeni shqiptarët që do thoni janë hakeruar. Të mos gënjej Fatmir Xhafa që thotë janë hakeruar dosjet. Nuk ka hakerim. Mos e përdori fjalën hakerim e dikush bëhet. Bëhet për nga një person ose nga disa persona për një çështje madhore të një shteti të madh. Nuk bëhet fjalë për dosjet e SPAK-ut të Shqipërisë, se shturp kush dëgjon. Jo më zotëri, nuk ka SPAK fare. Ka vetëm vjedhje të dokumentave, ka rrjedhje të informacioneve nga SPAK-u tek personat që janë në pushtet dhe që të gjitha i ka dorë pushteti. Sot pushteti kriminal, antikombëtar, i shitur në Shqipëri ka gjithçka në dorë dhe i bën ai të tëra këto lojrat me qëllim që të shpëtojë jo vetëm këta që s'janë futur akoma në kampin e 313-ës, po dhe ata që janë brenda. Avokat, po si shpjegoj që një prokuror i kaq sofistikuar sa, po themi, ka çuar pas hekurave disa prej zyrtarëve më të lartë, ka mundur ose personat të tjerë kanë mundur që t'i futen brenda saj dhe të marrin dosje sipas teje? S'është të thënë, s'kanë mundur këta të venë nga jashtë të venë brenda në prokurori, në SPAK, sepse nuk i ndot kurkush. Atë nuk i ndot njeri. Jo më jo, ata që janë brenda në SPAK i kanë nxjerrua kanë dhënë këtyre. Po kush është spioni? Po ta dinim do të ta thoshe, se unë ti e di që nuk përtoj. Po spionin ta gjej vetë, ta gjej shteti. Ta gjejnë ata që kanë krijuar SPAK-un, po ju drejtojmë atyre që e krijuan SPAK-un, që e ngritën. SPAK-u dhe Biron Kombëtare të Hetimit. Detyrojni njerëz tuaj të thonë kush e kanë nxjerrë sekretin nga zyrat e tyre. Se ai sekret ka dal nga zyrat e SPAK-ut, nuk ka dal nga rruga. Nuk vajti njeri në zyrat e SPAK-ut të marrë sekretin atyre, se ishte pamundur, nuk do.